Bebushja simpatike e çiftit më të dashur të publikut, Luna Mari, po shndërrohet dalë në yllin më të vogël të setit ku po xhirohet filmi i parë i prindërve të saj, Louise Ailey dhe Chiara Tito. Edhe pse është vetëm një vogëlushe, Luna nuk ndahet asnjë çast nga mami e babi, duke qenë pranë tyre në çdo moment të ditës. Një foto që po qarkullon në rrjetet sociale ka ngrohur zemrat e fansave. Ajo tregon Louise Ailey duke mbajtur Lunën në krah, ndërsa ajo shfaqet e lumtur me një copë buke në dorë dhe një buzëqeshje që të shkrihet zemra. Ky imazh i ëmbël është bërë menjëherë viral, pasi tregon anën më të ngrohtë dhe familjare të çiftit që prej muajsh janë kthyer në simbol të dashurisë dhe bashkimit. Ndjekësit kanë komentuar me mira zemra dhe fjalë dashurie, duke e cilësuar Luizin si babain më të përkushtuar dhe Chiara Tito si nënën që rrezaton lumturi. Për fansat, kjo foto është prova më e bukur se suksesi dhe fama nuk kanë ndryshuar vlerat e tyre, dashurinë për njëri tjetrin dhe për vajzën e tyre të vogël. Sipas burimeve pranë produksionit, Luna është bërë maska e gëzimit në çdo pushim xhirimi. Ajo vrapon, qesh dhe shpërndan energji pozitive të gjithë. Stafi është mahnitur nga mënyra se si vogëlushja sjell dritë e ngrohtësi në çdo moment, duke e bërë atmosferën më të bukur e më njerëzore. Për Chiarën dhe Luizin, kjo periudhë është një ndër më të bukurat, por realizojnë një projekt të madh artistik, ndërkohë që e shijojnë çdo ditë si prindër të një engjëlli të vogël që u ambush botën me dashuri. Filmi, i cili do të përfshijë elemente romance, humori dhe emocioni, duket se do të jetë një pasqyrë e bukur e historisë së tyre, por me një prekje artistike që premton të lërë mbresat e publiku. Regjisori ka vlerësuar natyrshmërinë e tyre, duke theksuar se Luizi dhe Chiara nuk po luajnë, ata po jetojnë rolin e tyre në ekran. Sipas burimeve pranë produksionit, dita e parë e xhirimeve u zhvillua në një vend piktoresk buz date-it, ku dyshja realizoi disa skena romantike që kanë bërë të emocionohet i gjithë ekipi. Chiara u shfaq me një elegancë natyrale dhe buzëqeshjen e saj karakteristike, ndërsa Luizi, si gjithmonë karizmatik, solli humorin e tij të veçantë që e bëri ambientin edhe më të këndshëm. Gjatë pushimeve nga xhirimet, të dy janë parë duke ndarë batuta dhe momente për plot dashuri, gjë që i bëri të gjithë të pranishmit të duartrokisnin spontanisht.